Mirëmbrëma të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të analizuar gjendjen aktuale të Brikenës edhe Mateos. Natën e mbrëmshme ju e dini shumë bukur që u dha puthja e parë. U dha puthja e dashurisë, një puthje që ne në fakt e kemi pritur gjatë kohë. Unë e kam komentuar, e kam stër komentuar dhe kam besuar në fakt e ky çift që do të na hipnotizojnë të gjithëve me puthjet dhe me dashurinë e tyre. Mendova që do t'jetë një puthje e cila do të manifestoheshte jashtëzakonisht shumë nga të dy. Domethënë do manifestoheshte si nga Mateo, ashtu edhe nga Brikena, sepse kur ne arrim t'i marrim gjërat e bukura në jetë, kur ne arrim t'i shijojmë gjërat e bukura në jetë, ne ato edhe i manifestojmë. Por ndodhit që ndodhen brenda në shtëpinë e Big Brotherit, hatërmbetjet e shumta kundërdrejt njëri tjetrit, kanë nxjerrur në pa një anë tjetër që Mateo dhe Brikena ditën e sotme e kanë përjetuar pak rënd. Tani Mateo, çfarë unë pash sot tek Mateo, më duhet ta jap mendimin tim, ta jap analizën time. Mateo nuk është ai Mateo i pari, ai Mateo që mërziteshte, që stresoheshte, që mbylleshte në vete, që uleshte dhe mendonte dhe logjikonte se çfarë po ndodh mes marrëdhënies së tij dhe Brikenës. Çfarë ndodhi konkretisht? Fillimisht njëherë dua që ta detalizoj se çfarë ndodhi dhe më pas të dalim te konkluzioni dhe te analiza qëndrimet e mia kundërdrejt të çiftit Brikena dhe Mateo, këtu përfshir edhe Selinën. Ditën e sotme, Brikena ishte shumë entuziaste për t'i gatuar ushqimin apo drekën Mateos. Dhe e pyeti teksa Mateo po pushonte tek dhoma e gjumit, Brikena e pyeti: "Çfarë dëshiron që të hash?" Mateo i tha: "Dua makarona." E pyeti se me çfarë shije i dëshironte makaronat, si i dëshironte që t'ja gatuante, dhe Brikena iku tek kuzhina për të gatuar ushqimin që preferonte Mateo. Brikena e gatuajti ushqimin, e përgatiti ushqimin më së miri, në fakt, si di ajo, pasta tolla. Dhe u kthye në dhomën e gjumit për ta zgjuar Mateon nga gjumi dhe për t'i treguar që ushqimi është gati, hajde dhe të bëf të mirë ajo që ti do të hash. Mateo u zgjua jashtëzakonisht nervoz, ndoshta nga fakti sepse Brikena i tërhoqi jastikun. Dhe në momentin kur Brikena i tërhoqi jastikun, Mateo u acarua dhe revoltua pafund. Tani ju do të thoni po nxori veten Mateo. Unë nuk them nxori veten Mateo. Unë them që ato banor janë 24/7 të monitoruar dhe normalisht që ato janë vetvetja. Tani, si të gjithë ne që kemi disa pika të dobta, normalisht që ka dhe Mateo disa pika të dobta dhe në një moment të vetëm, duke haruar kamerat, duke haruar përditshmërinë e Big Brotherit, edhe mund të eskaloj. Por kjo gjë nuk do të thotë se ne duhet të ta gozhdojmë Mateon dhe duhet të heqim dorë nga Mateo. Në momentin që Mateo u soll në këtë formën, Brikena u mërzit, sepse normalisht, do me thënë janë në atë ditën e parë që për mendimin tim duheshte të manifestojnë më së shumti të dy me njëri tjetrin, duheshte ta shijojnë atë momentin e bukur që Brikena i dha puthjen Mateos, dhe Brikena u largua. Mateo, çuditërisht, nuk bëri asnjë lloj lëvizje për të ikur dhe ta qartësonte situatën se çfarë në të vërtetë ndodhi. Do të thënë nga një moment i bukur, dolëm në një moment që realisht ne nuk duam ta shohim te një çift i cili është i dashuruar, ne jemi pro dashurisë. Dhe vazhdoi situata. Mateo nuk është se ja vari, si me thënë shumë Brikenës, ndoshta nuk është se e mori shumë për zemër, nuk është se e mori shumë seriozisht këtë gjën, por e mori si një diçka që unë jam njeri dhe reagova, do të reagoj dhe këtu nuk ka asnjë gjë të keqe në këtë mes. Dhe Mateo vendosi që do me thënë të jetë më indiferent. Tani Brikena
duke patur mendjen te Mateo, sepse unë e shoh që Brikena është dashuruar dhe unë e shoh që Brikena e ndjen Mateon, sepse nëse një njeri nuk është i dashuruar apo nuk është në një ndjenjë emocion përfshirë brenda shpirtit të tij, nuk mund të krijojë pika xhelozie kundërdrejt një vajze tjetër. Tani Mateo filloi që të argëtohet, të luan me Selinën, të shijon momentet me Selinën që në fakt në pikpamje të parë tek banorët e tjerë të cilët bëjnë perin litar, domethënë që përdorin çdo situatë të mundshme, egzagjerojnë, e bëjnë atë situatën sikur të ishte një super vulkan i madh, e përdorën këtë momentin duke i thënë Brikenës që Mateo ka më shumë vëmendjen tek Selin sesa ka vëmendjen tek ti. Dhe Brikena këtë gjën e përpunoi në kokën e saj, e studioi dhe u munduaj që të flet me Mateon, duke i thënë që ti nuk erdhe që të merresh me mua, por ti shkove kape për krau Selinën, të hedhësh te uji, unë po që se ta bëj këtë gjën me Rogertin ti mërzite shumë, domethënë filloi që të bën ca krahasime realisht siç mund t'i bën një femër. Domethënë çfarë pash unë sonte tek Selin? M'falni, tek Brikena. Unë sonte tek Brikena e pash një vajzë e cila domethënë është shumë xheloze në një lidhje dashurie, gjën e saj e do vetëm për vete dhe mendoj që kjo ishte arsyeja që Brikenën e mbajti shumë gjatë në këtë rrugtimin për të vendosur. Tani ju mua mund të më thoni në komente, mendoj unë që Tiran, nuk është kjo që e thua ti, sepse Brikena nuk di ta mbaj lidhjen, ajo gjithmonë ka luajtur këtë rolin, gjithmonë ka bërë këto lloj lëvizjesh. Po, është e vërtet, por unë sonte e pash Brikenën shumë të mërzitur, domethënë njeriu e tregon në mimik që është i mërzitur, që është i stresuar dhe unë Brikenën sonte e pash shumë të stresuar dhe ai lloj stresi që Brikena tregonte në fytyrën e saj, domethënë në mimikat e saj, edhe teksa po qëndronte tek tavolina e bukës, vjen kur ti e do dikë dhe unë e pash që Brikena këtë gjën e vuante shpirtërisht. Domethënë në atë moment Brikenës nuk i interesonte as loja, nuk i interesonte as dominimi, nuk i interesonte asnjë gjë. Dhe në momentin që Mateo e dëgjoi dhe u largua, akoma pa përfunduar Brikena, Brikenën e pash që mundoheshte që t'i ngjitet në kuptimin që domethënë nuk është më ajo Brikena, "Okej, largohu se s'po ma nim për ty", por është kjo Brikena që un po flas ti nuk më dëgjon, domethënë krijon një lloj ndjesie të rënd brenda vetes, një lloj negativiteti shumë të madh. Tani çfarë shoh unë te Brikena sot? Unë te Brikena sot shoh një lloj frike, sikur Brikena është në një lloj mëdyshje që bëra mirë unë që e putha Mateon, sepse shumë shpejt, domethënë akoma pa bërë 24 orë që është dhënë kjo puthje, Mateo nxori një anën e tij e cila në fakt nuk është e preferuar për ta parë unë. Dhe e shoh që Selin, domethënë mundoi që ta përdorë jashtëzakonisht shumë këtë moment vetëm e vetëm për të futur, le të themi pak më shumë përçarje mes çiftit. Doja të marr mendimin tuaj si e shikoni ju këtë zënk brenda kësaj shtëpie dhe kush në fakt ka të drejtë. Për mendimin tim, në këtë rast të drejtë ka Brikena për gjën të cilën po ndodhen në atë shtëpi.